vim sot në këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonja e zotrinj, dashur qytetarë shqiptarë, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Vjen sot një marrëveshje për ratifikim në një vlerë prej $302 milion amerikan. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet, me mundësi periudhe grejse deri në 1 vit. Marrëveshja jep Shqipërisë të drejtën të kryej parapagime, penalitete duke ruajtur fleksibilitetin në administrimin e borxhit publik. Zhurmuesit nuk kanë për të kuptuar kurrë rëndësinë e një marrëveshje të tillë, e cila rikonfirmon se Shqipëria është aleat i besueshëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një antar i përgjegjshëm i NATO-s.